Përshëndetje ladies, mirë se vini një herë tjetër në Vildana Eva. Në këtë video do realizojmë një grim me ngjyrën e vitit, ngjyrën sangria. Është një ngjyrë vishnjet e fortë, është një nga ngjyrat e mia të preferuara gjithmonë, por këtë vit Mr. Pantone ka vendosur që të jetë ngjyra e verës, e vitit. Këtë ngjyrën do i gjeni kudo, në këpucët, në veshjet, në grimin, sidomos në thonjë, në bizhu, në aksesori, kudo. Është një ngjyrë që më pëlqen shumë dhe në këtë video kam vendosur ta përdor në syt, por më së shumti tek buzët. Është një ngjyrë fortë, me karakter, e përshtatshme sidomos për ato femrat që janë të sigurta, që me një grim të fortë e paraqiten të forta dhe ato dhe nuk kanë frikë nga paragjykimet e të tjerëve. Është një diçka që një ngjyrë që mua më pëlqen shumë dhe po e them për së dyti treti herë, nuk ka rëndësi, dhe në përgjithësi unë e përdor shumë për buzët. Në fakt, buzëkuqi im i preferuar është këtu, të cilin kam aplikuar dhe të buzët, por pastaj e kam modifikuar pak, e kam bërë më të fortë. Dhe imi i preferuar është këtu i MAC Rebel, dhe është një nga të parët buzëkuq MAC që kam bler. Dhe grimi i shpresoj t'ju pëlqej. Në qoftë se preferoni, mund të aplikoni dhe qërpikët falso, por unë nuk i kam vënë sepse qërpikët e mi dhe më thanë më pëlqejnë, janë mjaftojnë, por në qoftë se preferoni mund t'i aplikoni, ato me qufka janë delikate dhe duken më shumë. Dhe kaq, ju lëm në video në vazhdim, shpresoj t'ju pëlqej. Në qoftë se keni ndonjë pyetje, mund të më lini komentet poshtë ose më dërgoj një mesazh, unë përgjigjem gati gjithmonë sapo të marrij mesazhet, varet nëse kam punë ose jo. Dhe faleminderit që më ndoqët, para se të iki, ju falenderoj gjithmonë. Dhe mos harroni të bëni subscribe. Kam bërë qik eksperimente tek dora, se kisha bërë re. Dhe më duket si kështu si piktore. Nuk ndodh gjithmonë kështu. Nga njerë është edhe me keq, po kur bëj grimin të tjerëve, marrim grimi tek duart gjithë krahu, por kur bëj grimin tek vetja ime nuk njollosem kaq shumë. Nëse, pa humbur kohë, ju lëm me video në vazhdim dhe shpresoj t'ju pëlqej edhe një herë tjetër dhe faleminderit që më ndoqët. Ciao! Si fillim do aplikoj një bazë në mënyrë që grimi të na duroj më shumë, dhe në këtë rast do aplikoj një laps të Essence dhe do e sfumoj pak me gishta. Pastaj në cepin e brendshëm, siç e shikoni, po aplikoj një ngjyrë të bardhë mat me një furçë të ngjeshur dhe më së shumti e tamponoj. Pastaj, me njëherë, si për lapsi që kemi sfumuar në fillim, do aplikoj një ngjyrë verë, një ngjyrë vishnje, që është numri 31 i Film Makiazh. Ngjyrën pastaj do shkoj ta bashkoj duke sfumuar me të bardhën dhe në mënyrë që të mos kemi një ndarje të tepër evidente që duket shumë, por një sfumim gradual. Pastaj do sfumoj edhe tek palosja e syrit me një furçë të gjerë, sepse siç e shikoni ngjyra verë jep menjëherë aspektin e sikur ishte një njollë ma vi, do të thënë sikur ke një problem tek syri, prandaj është e nevojshme ta sfumoni mirë dhe të krijoni një sfumaturë graduale. Tani do aplikoj me një furçë të prerë pjestas, një ngjyrë kafe fare të errët, të cilën e sfumoj në fillim me një furçë të vogël. Dhe pastaj shkoj dhe zbus më tepër, më shumë, sfumimin e kësaj ngjyrës kafe me furçën e gjerë për sfumatura.
Dhe për të sfumuar akoma më mirë, përdor dhe nga fundi fare një fushë të pastër. Tani të njëjtin laps po e aplikoj tek pjesa e brendshme e syrit, tek rima poshtë, dhe pastaj shkoj e tamponoj me një ngjyrë kafe, të cilën do sfumoj me një fushë të vogël pastaj. Në mënyrë që të kemi gjithmonë një sfumaturë që është më delikate. Tani do krijoj një linjë eyelineri mjaft të trashë dhe evidente, dhe po përdor një eyeliner të Maybelline që quhet Black Gold, sepse ka një perl floriri brenda, nuk është fare i zi, dhe duke e shikuar në dritë, në diell ose me një dritë direkte, dallohen edhe kjo perla ari e ardhjën. Pastaj aplikoni rimelin tuaj dhe nëse preferoni mund të aplikoni dhe çupikët falso, varet nga ju. Të njëjtin laps që kam përdorur për syt do e përdor dhe për të bërë konturet e buzëve. Dhe lapsi është numri 18 i Essence Brush, një nga linjës së Long Lasting, dhe ka emrin Berry Merry. Krijoj konturet, por pastaj do mbush edhe skajt e buzëve në mënyrë që të kemi një sfumaturë graduale drejt qendrës, duke lënë qendrën e buzëve, domethënë më të hapur. Dhe me një herë sipër do kaloj me buzëkushin, dhe buzëkushi është rebe i maskë në kato një shkencë të madhe. Dhe për të sfumuar lapsin, me qenë se është i menduar për syt, nuk sfumohet fare kollaj, do përdori një fushë të vogël. Këtu kam një grim tjetër para se të harroj, sepse kur po regjistroja buzët e këtij grimi që po shikoni, diçka nuk funksionoi tek videokamera edhe nuk i kisha regjistruar pjesën, prandaj e kam regjistruar së dyti edhe tek syt kam një grim tjetër. Do pastrojmë si gjithmonë pak të bavaturat e lapsit të buzëkushit me një furçë të pastër me shumë pak korrektor, të cilin pastaj do e sfumojmë që të mos na ngjelin njovat e bardha si kur i kam unë tani, por i sfumojmë. Në qendër të buzëve do aplikoj një gloss të Essence XXL Shine, numri 16 Wanted. Dhe ky është grimi goca, shpresoj të ketë pëlqyer dhe bashkë shihemi në videot e tjera. Ciao!